Pas protestës për rritje të rrogës minimale, lidhja e sindikatave të Maqedonisë ka njoftuar se nga java e ardhshme do të ketë blokada të reja, duke filluar nga blokada e Kuvendit, për shkak se, siç tha kryetari i LSM-s Slobodan Trendafilov, janë deputetët ata që bllokojnë dhe nuk e miratojnë ligjin për rritje të pagës minimale. Sipas kryetarit të sindikatës, punonjësit në protest i bashkoi varfëria dhe se të njëjtit nuk friksohen nga kërcënimet. Ai thotë se kërkesa e tyre vazhdon të jetë rritje e rrogës minimale në 600 euro. Javën e ardhshme, ashtu siç e përmendëm në protestë, do të fillojmë me blokada. Deputetët në Kuvend sigur do të jenë të parët që do t'i bllokojmë, sepse janë ata që na bllokojnë për një vit të tërë dhe ruajnë ligjin e zyrtar dhe nuk duan t'i rrisin pagat e punonjësve. Më shumë gjas deputetët javën e ardhshme do të vinë në punë me transport publik ose në këmbë, siç shkojmë ne punë shumica e qytetarëve, pa pasur të drejtë për argjime rrugore, dhe do t'i presim që t'u rikujtojmë se duhet të votojnë. Trendafilov deklaroi se pas protestës qeveria është e friksuar dhe ka filluar të përmend numra dhe shifra për rritje të pagave, të cilat sipas tij nuk janë të vërteta. Mes tjerash, ai kishte edhe një sfidë për qeveritarët. Përfaqësuesi i qeverisë pretendon se ka dashur të jap 40% rritje të pagave, por me këtë, sipas tyre, nuk është pajtuar sindikata. Prandaj, ata nuk kanë rritur pagat për 40% dhe prandaj punëtorët nuk kanë fituar rritje. Këtë e thonë një ditë pas protestës, nga e cila u friksuan dhe filluan të përmendin numra. E ftoi përfaqësuesin e qeverisë që të hënën në ora 9 të vi tek zyrat e LSM-s të nënshkruhet marrëveshja kolektive, përmes të cilës rriten rrogat e të gjithë të punësuarve me 40%, siç kanë theksuar në kumtesat e tyre, dhe në vend se në vitin 2028 rrogën minimale 600 euro të arrisin tani në vitin 2026. Për rritjen e pagës prej 40% për të cilin foli kreu i sindikatës, foli edhe kryeministri Hristian Mickovski, i cili sqaroi në detaje se si do të ishte kjo rritje. Nëse paga mesatare është 30.000 denar, në muajin prill për rrogën e muajit mars do të kemi nivelizim për pagën minimale, e cila do të rritet. Të pretendojmë se ajo do të rritet për 1.500 denar. Tash, këto 30.000 edhe 1.500 rritje për 8% vitin e ardhshëm. Kjo shumë përsëri do të rritet për pagën minimale. Të marrim shembull, përsëri do të jetë për 1.500 denar. Kjo shumë dhe kjo rritje e re do të thotë se do të ketë përsëri rritje prej 8%. Do të fitojmë përsëri vitin e tretë. Në muajin prill, përsëri do të shënohet rritje për rrogën minimale për 1.500 denar dhe gjithë kjo do të ketë rritje përsëri për 8%. Nëse tu bëjmë të gjithë këto rritjet për 3 vite, do të kemi 40% më shumë rrogë se sa kjo 30.000 sa është tani. Mes tjerash, Trendafilov paralajmëroi edhe grevë gjenerale në sektorin publik, duke thënë se sindikata do të jetë krah punëtorëve dhe se atë ditë, sipas tij, punonjësit kanë të drejtë të mos kryejnë obligimet e tyre. Ai theksoi se nga ky rregull përjashtohen dhe kanë patjetër të kryejnë obligimet e tyre profesionale vetëm punonjësit nga sektori i shëndetësisë dhe ai i sigurisë. Trendafilov foli edhe për kërcënimet e shumta që kanë marrë punonjësit nga ana e drejtorëve, po edhe nga ana e sindikatave të politizuara, të cilët janë kundër rritjes së rrogës minimale në 600 euro.